filxhan, një gotë masa Pra, e me orizit. çfarë masë kemi? Orizin me të njëjtën masë, jo, nuk e paska me të njëjtën masë, por aty është diku tek 200. 200 është një kotë, 200 gram oriz, Diku 200 mund të jetë ml 200-220 mund të jenë ndryshime. Që kështu qumë është, çfarë është e lëngës shkon më tepër sepse është në varësi të orizit. Nëse orizi është kokër madh, nëse orizi është kokër gjati kur është i verdh, normalisht kërkon e do masën 2 me ujë, kur është i bardh i kërkon masën 1 me 1,5. Pra, gjithmonë lexoni mbas në çfarë është etiketa, në amballazhim lexoni gjithmonë për masat e ujit, sepse orizi gjithmonë ndryshon. Kemi oriz që kërkon shplarjen, kemi dhe oriz që nuk e kërkon shplarjen. Orizi që s'kërkon shplarjen është gjithmonë tek risotto sepse na duhet dhe normalisht që është një lloj tjetër orizi. Por atë llojin e orizit për risotto shumë mirë mund ta përdorni edhe këtu, gjë që nuk e shplajmë, nuk vendosim limon. Limonin do ta vendosim gjithmonë siç e kam thënë dje sa që përdor orizin, është gjithmonë për të ruajtur ngjyrën dhe që orizi të ndahet nga njëra tjetra, pra shkrifësia e orizit.